Ky emision mundësohet nga Renault dhe Telkos. Mirë mbrëma shikues të dashur, mirë se vini në në episodin më të ri këtu në TVN. TVN-ishin mundeni me po edhe në kablovika gjithandej, disa është numri 7, disa numri 11, edhe në YouTube, te kanali jonë zyrtar, TVN, edhe aponi subscribe edhe nuk ju ik asnjë send prej TVN-ishit, edhe na postojmë me 10 mira video në vit. Edhe kisha më thonë, gati krejtën të mira. Tash përja fillojmë emisionin tonë të ri, episodët tonë të ri, me 4 mysafire të mia nga Lipjani. Këtu e kemi Erdën. Mirë mbrëma Erdë. Mirë mbrëma. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. A keni nisë mësimit? Po. Ja keni nisë. Qysh për shkon? Shumë mirë. Cila lënë pëlqen ty më shumë të në shkollë? Gjua shqipe. Mësotën klasë je? 6. 6 klasë. A ja nisën me të pengu pak arsimtarët? Miropi me thonë? Pak, a? Po. Të ka marrë molli për mësuesen? A sheni na e mësuesen në shkollë? Jo, se kom pa mati. Si ki pa mati? Jo. Edhe s'ke ke mërzit, hesh për do këtë. Gjua shqipe për të pëlqej ka mas shumë dhe. Në cilën shkollë je? Vlezit Frashëri. Vlezërit Frashërit. Këtu e kemi edhe Rinesën. Rinesa, a je shoqe me Erdën? Po. A vesh t'kanë qitë që aty në ekipin? Jo, mëri po jena shoqe. Okej. A jeni shoqet mira? Po. Njëjtën klasë? Po, të njëjtën. Krejt jeni të njëjtën klasa? Po. Shkollën të mesme të ullët Vlezërit Frashëri. A din me përmend emrat e vlezërve Frashëri? Kanën Avdi Frashëri, Po? Najs Frashëri, edhe një ka nuk më kujtoj. Edhe Sami Frashëri. Edhe Sami Frashëri, po. Të më thonë, Naim Frashëri, Abdul Frashëri, edhe Sami Frashëri. Nëse doni mi apo edhe bustat i kanë ndukët në Prizren, nëse i kanë halasë, mund kujtojt prej klasës 4 kur shkojshim në ekskursion. A keni qenë në ekskursion në Prizren? Po. Po, keni qenë. Klasë 4, ta? Të pastën. Pestën, okej. Na kemi qenë 4 se që atëre kryshim me mësuesen edhe për rreth Kosovës. Rinesa dhe Erda në ekipin po, kurse Inara është në ekipin jo. Inar, në klasën e 5, ku keni qenë në ekskursion? A keni shku në disa qytetet Kosovës? Kena shku njëherë në FSK, pastaj kemi shku në Prizren. A, veç që ato dy ata? Po. Okej, mirë. Ta shtytash me kujtu une, ku kemi shku në ekskursion në vitin, ku të pipjen, në vitin në qeshor të vitit 89 pipika. Po më do këtë, ha? Ose 4 në klasë ka, 4, 5, 6, 2, 3, 4, po, në 88 nëse 89. S'po më bojë sot, po dhe na qëftë kemi shku në Prizren, kemi po Abdul Frashërin, Sami Frashërin, Naim Frashërin, busat e tyre, po kemi qenë edhe në Deçan, të manastirit Deçanit, të burimi ujë thartë, të Në edhe në Prevall. Edhe në Prevall kemi qenë. Mirë, shumë. Aty ofër Prizrenit dhe veç vazhdojnë në Prevall. Bukur. A keni kalu mirë? Po. Shumë mirë. Keni qef do më thonë ekskursionet, a? Po, shumë. Ma shumë se shkollën. Të dhijat njaj. Po, një pëse s'ka dërë të me thonë edhe që doni ma shumë se shkollën, se në ekskursion njëri bënë aktivitete, delë në shkollë dyshysh me najtë ullën, edhe ka një mësu do mësime, që ndoshta edhe si keni qef. Këtu e kemi edhe Tarën, që është njëjtën klasë me Inarën, apo edhe me Krejt. Tara, cila për juve mësën mas mirë ti? Qëve kejtë mësojna mirë. Cila mas mirë ti? A keni lanë ndryshme që jeni ma të mira? Përgjithësi jena krejt mira, kështu, me një klasë. Kejtë 5 që i keni ja? Krejt. As një ona s'ka na i 6. Ja, gjështi. Nuk ekzistojnë. Okej. S'po doni, do më thonë, mundohet cila mësën mas mirë ti. Okej, bukur. Rinjes cila mësën mas mirë ti? Valla kejtë, s'po di qa me thonë. Ani, mirë shumë. Tara dhe Inara e në ekipin jo, e tash na e fillojmë me rundin tonë të parë, po, jo, po. Edhe në tash të rundi jo një parë shikus të dashtën, pasi unë joftu me pjesëmarrësit tona, të rundi po, jo, po. Vajzat veç janë në pozit edhe e kanë një vi në mes të cilën nuk munden me e shkel, po duhet me ka përcy sarë të thëmë po ose jo. Varësisht në vërtet në cilën anë janë. Tash janë në anën po,
Kur thëm jo, kthej në anën tjetër. Hajde. Jo. Bravo. Po. Jo. Jo. Oh, mundesh më kthy në vend. Inara kthehet e para në vend dhe i ka 0 pikë. Mirë. E tash vazhdojmë. Hajde. Jo. Së mashtruan. Po. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. 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 Jo. Shpejt. Po. Ok, rini, sa më kujdes që shpëkcen, se ka njerë për prek me një kom anën tjetër, me 2 kom në të njëjtën ko. Hajde. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Jo. E dyta ishte që doli Tara i fiton 3 pikë. Tash këshyrim pej Rinesës edhe Erdhës kush po i merr 15 pikë, se këto i kanë siguru me 23 pikë për ekipin e tyre tash. Hajde. Jo. Po. Jo. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Po. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. O, Rines, sa herë ke ty gabu, po tash ma në fund gabove. Erda ishte ma stabilja. 23 pikë i ka ekipi po, pasi që i fitum 15 dhe 8 pikë. 23-3 filloj rundi i parë në as po, as jo, po ka runde sa të dush. Ka shumë runde, janë 8 në total, kështu që ka mundësi, sa dush keni mundësi mu këthy. Mosu të shprani, ha? Okay. Plus show që i keni. Mirë, e shikus të dashtër, në tash vazhdojmë të rundi joni 2, as po, as jo. Erdhe rundi intervistës në 1 minutë e gjys, 90 sekundë që të më thonë, ku nuk keni drejt me thonë as po, as jo, as aha, as ha, as në cuk, as yes, as no, as op, as oj, mundeni me thonë po punoj, po shkoj, sa to nuk jam po, ose po kur e ka kuptimin e por. Edhe një fjallë tjetër ndalume, tash mas pari e fillon Erda, po çfarë fjallë më janë ndalu Erdës? Ndoshta. Ndoshta, hajde ja ndalujmë ndoshta. Erda, koha për 90 sekundave e fillon miner, as po as jo, as ndoshta. Erda, pse po tutesh? Nuk e di. Pse tutesh tani që nëse thush po jo, gabon shumë shpejt, bojnë hajgare me ty nëjse na ju? Nuk e di. Nuk e din. Qysh? Nuk e di. A veç nuk e di do me thona? Nuk du me thonë. Nuk do me thonë nuk e di. Nuk du me thonë. Okej, mirë. Ty tha gjua anglezët pëlqen ma shumë të silon. Nuk thash. Matematika? Nuk thash. As matematika s'pëlqena? Nuk më pëlqen. S'pëlqen matematika, a? Ma shumë gjua shqipe. A i ki 5 në matematik? E kam. E ki 5? E kam. Okej. Veç s'po të pëlqejka dhe prap e ki marrë 5? E komor. Okej. A din me boje sa, për shembull, tabelën e shumëzimit a e din? E di. 5 për 5 sa bojnë? 25. 25. A je sigur? E sigur. 527 e 275? Nuk e di. Nuk e dira? Okej. A më duket ta thej jo apo më duket? Nuk thash. Nuk the. Okej. Ja, shkolla ke vëllezërit Froshëri. Ke. A shkollë vjetra e re? Nuk e di. Ha? Nuk e di. A ka qenë aty edhe para kur ja ki nistin që të shkolla ja ki fillu, apo? Kum fillu. A ki linë një Lipjan? Kam linë. Ki linë Lipjan, edhe jeton Lipjan. Jetoj. Çka ka mas miti për Lipjanin? Qytete. Është i mirë. Është i mira?
Oh, the po. Ku. Minutën e fundit që. Por. 1 sekond para se më kry. Tha po. Ku. Për pak. Për 1 sekond, bre. Ku. Edhe unë punina keq. Regjia po thot mja fal, Irdës, se 1 sekond, çka po thuni ju? A mja fal, a mos mja fal? Po. Ha? E ka fitu, po thojnë edhe regjia. Po, unë e pekon problemin se janë 23 pikë, janë 20 pikë për para. Të ne mos ikin shumë. Hajde, po ta falim. A në qka, për bëjmë një kompromis, për japim 5 pikë. Ha? A bënë qështu regjia? Ha? Bën. Ne ta nxej kjo që e ka kalu për 1 sekund, nëse metni edhe ju, edhe 5 sekonda nëse metni në fund, edhe juve ju japim 5 pikë, kështu që 28 pikë tamam janë. Zakonisht merren 10 pikë me këtë rundë, hera parë në histori të Aspoasio që dikuj ja dham 5 pikë për rundin, kështu që është një rundë shumë interesant, edhe mundi krenare që ki marrë pjesë në këtë rundë, që veç edhe 1 sekund ka metë kur e the fjallën e ndalume. Mirë, 28 me 3 është rezultati, 25 e përsi janë ekipi po, e tash dalin të Inara. Çfarë fjallim janë ndalu Inarës? Anë për fujtë e vëllëba. Nuk. A mund mende që keni me thonë nuk, për nuk jenë diqysh, hajde për janë ndalujmë nuk. Ka njere nuk e lone me ndalu nukin, po ka dhe zamëndësime tjera për fjallin nuk, kështu që as po, as jo, as nuk s'ki drejt me thonë. Okej, Inara? Koha për 90 sekundave ja fillon me një herë. Bukur. A ke jetu ti të një jetën një pjanë? Kam jetu. Ke jetu. Edhe a ke ushtru në as po, as jo, po më doke që e pas ke ushtru. E kam ushtru. E pas ke ushtru ma shumë se Erda, Nga një herë. nga një herë. Mund është me thonë ndashtat, ka një kishoqe ma të mirë, Erdën, Tarën, Alinesën. Të trijat. Të trijat. Okej, bukur. A u friksove që me thonë njërën të të nohë tjetra, cila është ma e vështira për juve? Mendoj që Erda. Erda është ma e vështira? Okej, që ata u të në regjia ja dham 5 pikë, se në të ke vështirë. Okej, bukur, a ka ndodhë më përlavën në herë mu i dhume në njërën për të ne? Nga një herë. Nga një herë. Për çka zakonisht përlani? Për detyra. Për detyra. Pse për detyra? Ose për projekte. E qysh për projekte, dhe më thonë, kur po një projekte bashka, po ju? Cila me bu ma shumë. Cila me bu ma shumë. Se keni qef me bu ma paka? Nga një herë. Qysh? Nga një herë. Nga njerë keni qef me bu ma pak. Okej, qëfar projekte ty të pëlqen ma shumë? Të cilës lëndë? Ekologjia dhe mjedise. Ekologjia dhe mjedise. Ti a runë mjedisin kështu vetë, a gjunë për lok? Normal. Jo. E ta shqa me bo regjia, e bërëm një të falme, 5 sekunda ke. A te fal? T'japim 5 pikë. Okej, mirë. Veç ta dini shikus dhe dashtën, se mas i thash ma herët, dhe më thonë, e thash edhe kërë thonë njësartë s'mune me ndru, edhe qëto problemi kur falim diqka, që me regula, kur i thejmë regula, duhet mi thyë edhe për ekipin tjetër, kështu që mirë, Inara, thej jo, 5 sekunda pas se më kry, që ashtu ka 5-6, kështu që u kry me të falme që tash. Që tash edhe gjys sekundi me bo me ju met, edhe me thonë jo, s'ka më të falme, prej tashit edhe në epizodet të ardhshme nuk ka më të falme. Kështu që 5 piki keni, 8 prap jeni barabart, të dyat si gjys e kalut. Gjys e kalut. E po më pra ishte një rundë interesanti, Aspoasioni gjysëm rundin vërtet që kustë të tashtën, se ta shkëputemi pak e kthejemi prap me pjesën e dytë, ta shojmë qka përbën Rinesa dhe Tara në Aspoasio. Edhe në tash në pjesën e dytë Aspoasio, Erda edhe Inara e kalun, po Erda si me të veç 1 sekund, Inara si me të në 5 sekunda, edhe vendosëm ja u falë nga 5 pik, jo 10 total që është për Aspoasio, po nga 5. Momentalisht rezultati është 28 me 8, po ta këshyrim çka po ndodh me Rinesën në rundin Aspoasio, po çfarë fjalë më janë ndalu.
Aja pak. Qysh? Pak. Pak. Koha 15 sekondave fillon me njerë, as po, as jo, as pak. Rinis, qysh je? Mirë. Apo lodhesh? Ndonjëherë. Ndonjëherë, jo ka paka? Nuk e di. Nuk e din, okej. Vështirë, kërka mësë me thonë fjallën paka? E vështirë. E vështirë. Shumë, a e din që mund është me thonë? E di. E din, a? Okej, bukur. Me kani ke lujtë qëtu lojën as po as jo, me cilën për shoqeve? Me krajt. Me tri ata, cila është ma e mira? Nuk di kejtën të mira. Për këtë. Okej, aty do këtu e drejt mja u falë nga 5 pikë? Mu dëk, pak. Okej. Rinis, qa me bo? Tash tham që nuk do të fali mo, edhe 1 sekund me metë, edhe gjysë sekundi mo nuk falet në këtë rundë, se ka njerë qështu edhe jeta është qështu, ka njerë shumë e ashpër, qysh ishim na të ashpër tash ndaj Rinis, edhe qysh ish dasht me qenë ndaj Erdës edhe Inarës, ndoshta. Tash kalujmë të Tara, për çfarë fjalë më janë ndalu Tarës? Okej. Shumë. Shumë. Okej, e patëm. Nuk, ndoshta pak a shumë. Pak, shumë. Koha 15 sekondave e fillon me njëherë. Tara, qysh je? Mirë. Apo lodhesh? Pak. Pak, jo shumë, a? Ka njëherë. Ka njëherë. Okej, jo shumë. Apo do këtë shky rundi ma i vështirë që e kena këtu në kviz? Ka pak. Ka pak. Tash ka pak mund është me thona. Mirë, qa të pëlqenë mas shumë ti? Sporti volejbollit. Sporti volejbollit? A lunë shpesh, a lunë edhe shoqet? Jena me një ekip bashk. Bashk. Cila lunë mas mirë ti? Kejt lujna mirë. A lunë shumë? Ka njëherë. Ka njëherë. Sa shpesh luni, a luni çdo ditë? 3 herë njoftë. 3 herë njavë. 3 herë njava do këtë tamam, a pak a shumë? Tamam më duket për moshën tonë. Okej, në edukat fizike, a luni volejboll? Kur të nashtë e nërësimtarja. Apo, do më thonë ju këtë ashtë një klub, apo, po shkeshit në klub privat? Po në klub jena. Në klub, që ka emri në klubi, hajtë, masi u kry intervista. KV Lipjani. KV Lipjani. Okej, KV Lipjani. Bukur. A ju bjanë shpesh me lujtë me gara me pas kundër ekipeve tjera? Kena pas edhe gjithë kena fitu. Gjithë keni fitua? Gjithë herë. Sta shprej kena pas. Ue, edhe fitoni gjitha? Okej, mirë shumë. Mirë shumë. Tara pra, tha, ta sharova, tha, po a ju? Po, tha. Kështu që edhe Tara nuk ja del, kështu që të dy ekipet i fitun nga 5 pikë. Hera parë që ndodhi me fitu nga 5 pikë në as po as jo, edhe hera e fundit në vërtet. Kështu që tash na vazhdojmë me njerë prej as po as jo të rundi i radhës gjeje fjallën. Edhe koha tash për fjallët, i keni nga 10 fjallë, prap ju dikush për juve duhet me dalë, si jeni në e përsi, prap jeni 20 pikë në e përsi, që shëshit pas rundit të parë, Erda po del, ma e fështira e grupit, dhe tash Erda del edhe i spegon 10 fjallë për shoqen e vetë, Rinesën. Po, vetëm Erda ishe ato fjallë, kurse Rinesa ju, edhe Rinesa duhet të qëlloj nga shpjegimet e Erdës. Koha prej 60 sekundave ja fillon me njëherë. Është diçka që fluturon, nuk është pend, Da lëndyshe. nuk është pend. tha. Është diçka që fluturon. Shpjegoj pak ma shumë. Në udhëtoj me ta, është diçka. Aeroplane. E sakt, që ato do është me tregu. Jo burri, po, Gruja. E sakt, skit. kaloje, Është pend, P. është si zi, Nisi. shpendizi, Apo skep. bon skip, hajde, kaloje. është një shtet P. që fol anglisht, Amerika. E sakt, ku blejna borna, Mbar natura. e sakt,
Çka bëjna kur ti ndreqin flakt? I kreha. Jo. Dhe koha kaloi. Bojmë frizurë, ka mendu. Mundesh mu lerta? Shka këti që ajo? Aeroplani, u vënut pak të aeroplani, se veç me thonë njerëzit udhtojnë me ta fluturojnë, e kështë qëllu ma shpejt, grun e qëllu shumë shpejt, shporetina, se njoftë të shporetina? As s'keni Zesha shporeta? si shme dhe shpjegu. E merë bukën e shtinë të në fur edhe pjekët, që shqytojnë qasaj, shporeti. Po mirë, normalisht, aty kur jemi me sekonda e për herë të parë në emision, është shumë avështirë, kështu unë për bëjt letë. Shpendi zi që o dosh në vesh me spjegu dhe pak që e shohim gjithë ditë në për qytet, është Sora. Shtetë ku folin anglisht, okej, Amerika është kontinent, po si do të qoftë kjo tha Amerika gjithë qysh, e sakt se tha Amerika, nuk o me nësi që shë spjegon, në barnatore shkojmë marim barna, edhe kur i ndreqin flok bojmë frizur, po 4 i ka qëllu, se frizurën nuk e qëlloj, 4 qëllu me 8 pikë, 28 i keni pas, tash i keni 36. 36 me 8, po ju mundeni mi bo 20 pikë nëse i qëlloni gjitha veç mungut, edhe mi spjegu sa ma shumë. Jo veç me thonë Nissan që fluturon, se mundet më kone dhe shpezë dhe helikoptera dhe gjithë shka. Okej? Kush për del për juve? Hajde, Inara. Që Inara me Tarin i pas kanë 3 shkrone të fundit njejta. Ara. Kjo është ekipi Ara, edhe kjo është ekipi Po. Inara, e gati? Po. Hajde, koha prej 60 sekundave ja fillon me njëherë. Ku njerëzit mujnë më mytë ose kanë lëndime me kerë. Aksident. E sakt, bravo! I kena bo së dredha. Tyson. I kena bo dredha. Skip. Hajde. Janë kisa në të bio, ke është... Fair. Jo, bëjmë ndryshe. është këtë malje fusha. Ajo të vëllu shumë. Kaloja. Skip. I gra është ma e mirë për ambientin. Me 2 rota. Traktori. Me 2 rota. Motori. Skip. është e mirë për ambientin, i gro. Okej. E ndot ambientit edhe lëshon tim. Shtirë që ashtu me qëllu. Lëshon tim është i vogël edhe na liron dritë. Koha kaloj. Do është me thonë për qiri unë, do është me thonë kur nalet rryma dhe jezim në pëndritë, se... Mirë, okej, aksidentin më të fështirën, mu i me thonë që e keni qëllu. Këte tjerat, qka i kemi bo dredha sot? Flokt. Do më thonë edhe i preke me dorë, ishtim flokt. Katundi, do është me thonë që qëtojnë ndryshe fshatit. A ku mund ta? Ha? Ku mund me thonë Po, shotja? normalisht, mund është me thonë fshatit, se është sinonim, nuk është fjala e njëjtë. Bicikleta ishte ajo që i gra dhe që është e mirë për ambientin, motorin e përmende, traktorin e përmende, bicikletën jo, edhe me të qiru, veç një të qëllume, 10 pikë, pra i keni 2 pikë i keni, edhe 8 që i keni pas ma eret, 10 pikë. Mirë, nuk jo shkoj edhe as mirë sa prita, sidomos prej aksidentit që shë qëllut shumë shpejt. 10 me 36 rezultati, e tash prej fjallëve dalim të numrat. Tash edhe të numrat e bojmë një pyetje për, ja filloj me ekipin që ka mësë shumë tipik. E bojmë pyetjen për juve, po edhe ju keni më u përgjigj, kush është më afër me numër, me përgjigje, i fiton 10 pikë. A dini çka është kulla e Eiffelit? Ha? Kulla e Eiffelit është ajo kulla e madhe në Paris. Po. Bile është edhe në komunë të Lipjanit është një njërë. A keni po në herë? Je, keni qenë. Në atë restoranin në Janjev që gjendet kulla e Eiffelit. Po pyetja është për Paris. Tash. Qajo mërmendja, që sa vjetë është ndërtu kulla e Eiffelit? Foni me zveti, diskutojni edhe me afni një përgjigje. A e kanë këto të porat më përgjigja? Këto të parat kanë më përgjigje. Mendoj na 65.
Ju mendoni që 65 vjet, okay? Mirë. I bjen diku, nëse thuni që 65 vjet, i bjen diku në vitin 1961. Si pas juve, ha? 65 vjet. 61. 61 vjet. Që 61 vjet, po thuni ju. Okej. Si pas juve, po thuni që Kulla Eiffelit është ndërtu në vitin 1965. Ju po thuni 65, ju po thuni 61. Qa për ja merë mendja që tash? Cëla e ka mirë? Nuk e di. Okej. Kulla Eiffelit është ndërtu para në vitin 1889. Është përfunu që i bjen para 137 vjetëve. Dhe më thonë shumë ma ka herë ka përfundu Kulla e Eiffelit në vitin 1889, o bo për një panajër botror që është organizu në Paris. Kështu ju i fitoni 10 piki, keni 46 me 10 momentalisht. E tash pyetja për juve. Sa vjet jetoj Nëna Terez? Duket është 69. Është me vjetër. Ka vdek në vitin 1997. Po, pyetja është se sa vjeçare ka qenë kur ka vdekur. Sa vjet ka jetu. Qa e merr mendja? Nëse i kujtojnë fotografitë e saj, zakonisht janë fotografi që janë bërë në moshën para vdekjes së saj, disa vite para vdekjes. Ju tha që me se shtot ka vdek. Ju duri me marrë një përgjigje, kur jeni gati. Okej, në thekë. Ose ju, 85 e thënë. 80 më Ju po thuni 80 vjet. Po. Okej. Në 85. Sa ti shkoj? Ju po thuni 85. 80 vet, 85, të dyjat keni qenë afër, po përgjigja e saktë është 87 vjeçare. Prap fitun ekipi po. I fitun 10 pik, 56 pik, do të thonë me numrat, ka vdek në vitin 1997, derisa lind në vitin 1910, do të thonë 87 vjet ka jetu, ka lind në Shkup, ka vdek në Kalkut të Indis. E tash prej numrave dalim te rundi jon më i qetë. Rundi erdhëm tash te rundi jon i pantomimës. Këtu s'keni drejt me fol, duke i shpjegu fjallët, veç duni me shpjegu me veprime. Kush po del për juve? Ajta. Jeni në përsi. Të mira keni qenë, të dyjat keni qenë shumë afër te numrat, po kanë një nuanca të luajnë rol, kështu që ja morën 20 pikë, ja morën tash në rundin e numrave. Tash duni mu koncentru pak ma shumë. Rini, sa koha për 90 sekundave dhe 5 fjallë të ja fillojnë me njëherë. Mikrofoni e sakt. Katitë ushtore. Kaloje. Unë është me thonë kaloje. Mos flejt. boost. Ha? Me flejt. Jo. Gjak. Bënë veprimin pak ma gjatë, se ju e po shumë shkurt edhe si me të ardhmare. Bënë ma si aktore. Skep. Kaloje. Bicikletë. Skep. Kaloje, okej, hajtë që si provove sa në tjera. Surprizë.
Po mirë që të shpjegu, la Irda. Veç me nda pak. Qa ka banë? Shpëkëshyri Irda, shumë nervës. Nuk e kuptoj. E kupton? Tash s'keni mo ko. Mund është më ullë. Tash ju spjegoj cilat ishin. Mikrofoni ishte e para, shumë letë e spjegove se veç të regove të mikrofoni. Pastaj ishte polici, e përmendu ushtarim, se përmendu që edhe policin. Erda heke dorë shumë shpejt e kështë dorë. Do me thonë, dush më mundu pak me... Edhe shes që pëdim mi përmendu disa fjallë ushtarin, o da është mi thonë kështu, kështë e përmendu nëjë fjallë tjetër, policin nuk e përmendi. Kur bëjke kështu e barkën e majke, ishte pak si me, si Alivanosër ishte sëmundja. Kur jepke kështu që tha bicikleta, të një jepke pak ma drejt, ke trotineti, po heke dorë shumë shpejt Erda. E që shme spjegu ndryshe Erda të trotinetin. Okej, edhe kjo që bëjke kështu, ishte bomba, të thonë diçka që eksplodan, po, muj me thonë këtu keni mujt me bo shumë a shumë, po hekshi dorë shumë shpejt, që që i keni vetëm 5 pik, një të qëllume 5 pik 61. Që të tash është mundësia juj, të më thonë, personi që është ullën aty thuni sa ma shumë opcione, okej? 5 fjalli keni, nëse i qëlleni të 5, i bëni 25 pike dhe ju afruhni. Kush për delbi juve? Hajde, Tara. Tara, i spikon tamon si aktore. Edhe nëse është afer, i thush po, mire ki, po vesh fjall tjetër më duhet, okej? Sinonim. Hajde, koha prej 90 sekundave, ja fillon me njëherë. Me shkru, libre, bëm magji, Po mirë tha, qështu tha veç ndraje, tha e magji. Okej, kalon tjetër. magjike, Hajde, kaloj, skep, Okej, kaloj. Nuk bën me lypë qatë shpejt, skep. Si dhe mos ju, shtëpi, qëre me vëmendje. me shkru, libre, shkolla, tabela, Tabela normal. motore, kere, bolone, timone, E sakt, bravo. sëmundja, vjellje, barko, skep, Kaloj, kthejmë prapë njënës ma herët që e patëm. Hajde kjo. shkope, dera, Te. Koha kaloj. Ta spjegoj, tha une, tha ty bo magji, bjen magjistar, mund është mund. aha, kështë të thonë që të magjistar. Ata ka spjegu mirë? Po. Po. E përmende magjike, magji, veç magjistarin se përmende. Dhe më thonë që aty ketë nuk bën mi thonë skip qatë shpejt me hek dorë, se ketë ty afru, the skip. Kështu që, edhe unë do shprova në vërtet, se pa ta shef ju me bo ma shumë pik, se që bënë tash, i qëllut 2, magjistarin nuk e qëllut, plakon, nuk e qëllut, plaku ishte ajo që ishte e ka dali, po me njerë the skip, të më thonë heke dorë me njerë, që është gabimi madhë. Tabela, edhe këto u dasht pak ma shpejt me qëllu, se shumë pej fillimit ta spjegoj këtë diçka që shtu në cilën shkruan, timonin shumë mirë e keni qëllu, uria ishte ajo që e majke barkon, që e përmende mirke, se e përmende smundjen, i përmende vjelljen, gjitha këto, po ndoshta o dasht me gjithë edhe një mënyrë qysh me spjegu urin. 10 pik i keni tashu, se 2 të qëllume, 10 pik, do më thonë i keni 20. 20 me 61 pik. Do më thonë ju afrum për 5 pik në krasim me rundin e kalum. E ta shprej pantomimes dalim te memoria. Edhe më tash te memoria. Tash do të testojmë memorien e se cilit për juve. Kujtesën, do më thonë, sa më bani mend fjalin që po i kryojmë na që tash, okej? Po. Hajde, ja fillojmë me
erdhën, tash I kryejmë një fjali, se cila duhet ta thot ka një fjalë, t'ja shpjegoj edhe shikuesve në vërtet, se cila duhet ta thot nga një fjalë, nuk e ngjejmë fjalët që e kanë vetëm një shkronjë. Do të thonë I kush na ngjejmë si një fjalë. Prej 2 shkronja e të lartë gjehet fjalë. Erda filloja. Mocja. Ishte. Mocja. Mocja ishte. Që tash gabim, të më thonë nuk po fali mu, se falem njerë të as po as jo, duhet me thonë mocja ishte, në përthërit edhe të parën. Kështu që, ja jep një 10 pik ekipit kundërshtar. 30 pik I keni tash, 30 me 61. Tash e fillojmë pe Inarës, nuk pranojmë, nuk falim këtë herë, okej? I këjtën falmet në as po as jo, në rundin e dytë. Inara filloja. Shoko. Shoku em. Shoku em I mirë. Shoku im I mirë dhe Shoku im I mirë dhe I sjellshëm. Shoku em I mirë dhe I sjellshëm është. Shoku im I mirë dhe I sjellshëm është I bukur. Shoku im I mirë dhe I sjellshëm është Arinis shumë u burove. Edhe përsërit e disa herë, kështu që prapë duhet me të penalizu. Ja dhuron ekipit kundërshtar 10 pikë. 40 me 61. Po, ishte pra presioni I lojës, edhe e ndrum pak radhitjen, u dufke I pengoj ke ndoshta Erda Rinesës, se o dost Rinesa me fol njerë të një Erda, po dyat në të njëjtin kohë, ndoshta edhe që ajo ndikoj që me hup pak. 40 me 61 është momentarisht rezultati. Që tash, jo ishit shumë përpara, tash u kthyt pak, I fitut 20 pik me memorien, dhe më duket të memoria s'patet heq problem, do më thoni keni përsërit pa problem të gjitha fjalët. Kështu që tash, kjo është një memorie shumë e shpejt, e tash dalim prej kujtesës të gjeografia, pra në rundin gjeo. Edhe më të rundi joni para fundit, ndoshta dikush mundi mi thonë edhe rundi jonë maj letë, është një rundë ashtu pak relaksus, para se me ardhë të rundi jonë maj rëndësishëm. Po, ende jeni në përsi, 21 pik jeni përpara, 61 me 40, po këtu mundi mi fitu 10 pik, po kjo pyetje është vetëm për juve. Janë pyetje të lehta, nuk janë shumë të vështira. Cili është kontinenti më I madh në botë? Azia apo Afrika? Diskutojeni mes veti edhe ma jepni një përgjigje për 10 pikë. Ju s'keni nevojë mu përgjigj, vetëm ekipi po. Se vetëm 2 opcione I kanë. Shumë thjesht e kanë. Azia. Ai marrë këta 10 pika. Që se nuk. Dhe thëjna. E thot pra Azia. 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 Kontinenti më I madh në botë nuk është Afrika, por është Azia, dhe më thonë e sakt. Është shumë kontinent I madh. I fitoni 10 pikë, 71 I kanë ta, 71 me 40. Pyetja për juve. Cili shtet e ka popullsinë më të madhe në botë? India apo Rusia? Diskutojeni mes veti. Cili shtet e ka popullsinë më të madhe në botë? India apo Rusia? Rusia. Ju po thoni që Rusia ka më shumë popull se India. Po se është vendi më I madh dhe do të me pos më shumë njerëz. Okej. Rusia është e saktë që është vendi më I madh në botë, dhe më shteti më I madh për nga sipërfaqja, por është shumë larg Indis për nga popullata, se India është me mas shumë të banor në botë, bile e ka kalu Kinës, India I ka mbi 1,5 miliard banor. Që ta shtashojmë shpejt edhe Rusia sa popullat ka, 143 milion, dhe më thoni ka një 10 herë ma e vogël është se sa India. Kështu që 71 me 40 mbetet rezultati, para se me dalë të rundi joni fundit, dhe vendimtar shkëputemi pak e kthehemi këtu, pra me pas se kush po e fiton quizin as po as jo, se të 2 ekipet ende kanë mundësi me fitu.
Shikues të dashur, jeni me as po as jo, rezultati momentale është 7-1 për ekipin po, me 40 që i ka ekipi jo. Do më thonë 31 pikë e përsi, po tash munden me dyfishu pikë, kështu që prapë janë i afër, ju mundeni me bo 80 pikë, e ju mundeni me bo 142 pikë. Nëse qëlloni mozaikun pra në rundin ton të fundit, mozaik. Shikues të dashur, erdhëm te rundi jon i fundit mozaiku, tash do ta shohim një pamje me piksela shumë të mëdha, me katror shumë të mëdhenj. Nuk vrejet pra çka është në fillim, pastaj shkojmë duke e qartësu derisa e qëllon dikush. Veç duni me përmend çka është. Këtu i pranojmë disa përgjigje se mundesh me thonë i ki 2-3 fjalë të ndryshme që mundesh me përdor për këtë send që do ta shohim si tash. Hajde ta shohim pamjen e parë. Dielli. Dielli? Jo. Delja. Delja? Jo. E bardhë si delja. Veç t'ju tregoj është një sen në prapavi të bardhë. Prapavia është e bardhë. Është mocja? Mocja nuk është. A mund është pak me... Me qartësu? Hajde, ju të shpia, për dini çka është? Hajde për qartësojmë. Kryte delis pula. Qysh? Kryte pulës. Së është as pulja as delja. Qysh? Gjeli. Zëge. Së është as zog as gjel. Njeriu. Njeriu, jo. Dishma, ose hëna. Hëna? Hëna, jo. Hëna ne këshim qitë zakonisht në prapavit zezë. Se nëse im shelë një sytë mund të m'ja mor mendja çka është. Bile është një sen që e shohim çdo ditë. Orat. Qysh? Orat, kështu. Piktura. Piktura, jo. A sheni çdo ditë piktura. Inara, nëse mundesh më kthy knej, mrapa nuk do kësh mirë kur qyr. E ki sa ma larg që e shikon në televizorin mas larti që e ki ma mirë shë. Edhe këto Luane. prapa meje. Qysh? Lone. S'po të ndi. Luane. Luani, jo. Hajde e qasojmë edhe pak. Qizmet. Qizmet, jo. Pasyre. Pasyre, jo. Buka. Buka. Jo. Kpucët. Kpucet, jo. Koma. Jo. Syne. Nuk është syni. Nuk është sani gjallë. Nis të Fytyrë. tregoj. Është objekt i vogël. Tavolina. Nuk është tavolina. Unoza. Unaza nuk është. Ka ngjashmëri me unazën, po jo shumë. Formën e ka trumullak. Zinxhire. Jo. Vorce. Varse? Jo. A qasojmë edhe pak? Po. Hajde. Ura. Jo. Stash këza mirë për shijet. Dera. Jo. Dera rëmbullak. E rëmbullakt është. Varse e qofës. Jo. Dishka shqime. E rëmbullakt. E vogël. E shohim Dritare. çdo ditë. Ha? Dritare. Jo. Ermulla. E shohim çdo ditë. Të të. Portokallë. A shumë jashtë, anë në shpe. Edhe në shtëpi, edhe jashtë, edhe... Topi. Ha? Topi. Edhe e mboj me veti. Qanta. Jo. Rrype. Majica. Veç që të ngjyre ka, do më thonë, që kjo veç që të ngjyre, nuk është që mundet më kone kuqe, e bardhë, si çanta ose diçka. Ngjyra tregon shumë. Që është e artë për rreth, mrena është e argjent. Syzet. Jo, jo, syzet kishim qitë 2. A i qastojmë edhe pak? Po. Hajde. Smile. Ftyra. Jo, Smiley face. Emoji. jo, beqyshke. Thuje mëre. Moneda. Moneda. Moneda Po thuje që këtë shemenove e baspari. Moneda të Euro. vogla. A nuk me thonë euro, Para. por sakt. Një euro që. 1 euro dhe. shumë. 1 euro ju shku të drejtim të gavushëm, të në kohën. Mirë, Rinesa e qëlloj, ma në fund, këti thonë euro, bire gati këti ju më një mu këtëne, që me pa qka këti thonë, këto më ja qëllu. Moneda
e këshim pranu, si me thonë, parja, si monedh, si euro, si 1 euro. Hajde ta shohim edhe së bashku ta zbulojmë pra euron. Ja, pra, se si duket 1 euroshi. Për ata thashe kemi e shohim çdo ditë, është ndoshta ndaj ditë nuk e shohim 2 euroshin, po besoj që shumica për neve, shumica e njerëzve e shohin disa herë në javë 1 euroshi. Kjo është pra mozaiku edhe i ty fishut pik, po ishit edhe në përsi prej fillimit, patët mundësi, dhe më thonë, ta këshit qilu monedhen, me i kalu edhe me fitu kuizën e sotëm, po fitues janë Erda dhe Rin Nesa. Kjo është e tëra shikus të dashtun, faleminderit shumë që ishit me neve, edhe bonit falja kredve atyne në Lipjan, në shkollën e mesme të ullët vlezrit Frashëri. E shpresojmë që do të kemi edhe shoqet ose shokët e juj në kuizat e ardhshme, mundën me ardh. Shikus të dashtun, mos harroni se përkrahasi i emisionit ton është Renao Course. Këtu i kemi kurset të 19 gjuhëve të huaja që mundeni mi kry ose online, ose me mësim fizik në Prishtinë dhe në fushë Kosovë. Renao pra përkrahasi janë për fëmijë dhe të rritur. Do nuk është vetëm për fëmijë, as nuk është vetëm për të rritur. Po ka edhe kurse në programim, marketing digital, design grafik, video editim, edhe shumë kurse të tjera që ju ndihmojnë në zhvillim tuaj të karrierës. Kjo është e tëra sa i përket as po as jo, shihemi të shtunë në ranshme në ora 18, pra në ora 6, këtu në Kablovek ose në YouTube. Të fala tënde. Ky emision mundësohet nga Renau dhe Telkos.